Ne duhet jemi të bindur se mirësia ka shpërblimet e larta tek Allahu fuqiplot, të cilat i arrin njeriu që bën bëmirësi në këtë botë, a padyshim shpërblimi për një bëmirësi do të jetë edhe më i lartë në ditën e gjykimit, për të cilën edhe Allahu fuqiplot thot lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Për ata të cilët bënin bëmirësi, duhet jenë të bindur se Allahu ka për t'u kthyer atyre këtë bëmirësi me bëmirësi më të madhe, por ka edhe diçka për t'u ushtuar. Dhe kur është pyetur pejgamberi alayhis salatu wassalam se çka është ajo më tepër se një bëmirësi që Allahu fuqiplot do t'ja kompenzon atyre që bëjnë bëmirësi, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë është shikimi në ftyrën e bukur të Allahut në ditën e gjykimit.